në flamur, dhe më thonë, na edhe Qipro. Mirë më gjas. Mirë më gjas. Që shjeblen? Mirë falëndirë. Aje, mirë. Mirë, që përshkon puna? Që zotit mirë. Po shihet që shumë mirë, se kjo punë që lyp këgja për kushtem dhe kohë për me u bo, po përshojmë që të ponin pështu, e ki kry stash frek? Po, këto akum përfundu për 17 shkurt. Po. është dëmon gjitho punim që unë e bëj, është punim që kërkën mund, kërkën kohë, po nuk mund është asë një punim, asë një sen me bo kur nuk e dënë. Po. Sa do që ti ishi talentu me krejt, po kur nuk e bën me qef, nuk mund është me arrit ato që e dënë. Po artistat edhe kur i bojnë senet me qef, gjithë i vënojnë. Ti kur të është, qysh i planifikon kohën, e di që plët artista dhe njësë mirën me artë, i kanë problema fatet. Shumë e vërtet. Edhe tash ti ki vendos me 17 shkurt me bo flamurin. A ka pas në i moment që ki thonë, ku kus jam të mëri, se thush, hajtë se letë është, e di këtë punë, unë e gjithë e bëj të një fund, kur vjen voja të 3 pika, të një thush, 3 ditërin pa flajtë edhe dush me përfundu. Jo, kjo është gjotë që në fillim e kom pos pak ma problem, ta është e kom mësu, ta është e planifikoj, si me thonë, e planifikoj se sa më duhet ku për qatë preje, zakon e sa mërku, edhe e filloj para prakisht para qasoj kuhe. Do në tash për një projekt tjil, unë vjen dikon 2-3 javë ku, unë e filloj një muj ma heret. Se gjithmonë vështirësit ma më e të një projekt, jenë gjetja materiale. Kuha ma e modhe edhe shpenzimi ma e modhe është të gjetja materiale. Se nuk po muj me gjetë këtë me një ven. Qëfar materiali është kjo? Këto jenë lullet, se jenë si loj lullet plastikës. Plastikë është, apo? Po. Se po që ka edhe si plastik si transparente, do më thonë ka edhe folje transparente edhe kështu me njërë. Po. Aty mrena. Këtu janë dëmun edhe janë mbi 3.000 lullje, mi gjithë këtu lullje për me më ka dosht me bo këtë me porësi. Në dyqan, ku mujtë mi gjithë 10-20 lullje. Mi gjithë 3.000 është shumë e modhe. Më ka dosht mi bo me porësi, tani një ovdit vishë mi ka morë vetë të më përësia, dhe sa ka nërë lullet. Pas taj dëmon ku është e pjesa tjetër. Për ata, unë gjithmonë e filloj një javë ose 2 ma erët ku është caktume që e merë projekti. Përfundimi me qenë një javë prafërsisht para datës finale, edhe me pas ku për ndryshime ato ditët të fundit nëse veç se ka të qka nevoj. Shumë projekte ka pas që i kom bo ndryshime edhe në ditën e fundit. Ndoshta si me thonë, sëtë kom pas një intervjist, unë e qatë natë të kom bo një ndryshim se e kom vrejtë dëmonë se kënë fundit. Për ata, unë gjithë mu një la hapsirë për me pas ndryshime. Flamuri i Kosovës, the e ke bo për datën 17 shkur për pavarësin e Kosovës. Sa flamujt shteteve deri tash i ke bo? Kom bo 3 flamujt shteteve të ndryshme, 4 faktikisht, kom bo flamurin e Kosovës, flamurin e Shqipnis, flamurin e Zvicrës dhe flamurin e Amerikës. Që dhe ka qenë ma i fështiri? Ma i fështiri, nuk di, për flamurin nuk është që kam fort fështirë, së është diçka dhe mund më do këtë e letë, po ma i fështirë që e kam është pozicionimi i, si dhe mos kër e kam më hartë, nëse flamurin e Shqipërisë është dhe mos pozicionimi në qendër. Kjo është gjë ma e vështirë të këtu gjatë punimit. A e bën fillimisht një skic të asaj edhe mandej shkon duke i vendos lullet, apo thjesht tu e pa një fotografi në anën tjetër, ose flamurin edhe mandej fillon me i pozicionu? Fillimisht në e bëj një skic në pjesën ku ka me pojnu, e shikaj se sa më do të me lion hapsin të djonët, që me vendos shumë flamurin apo shqipunin në qender, ose që ka do flamurin që të konë qender, edhe e logariti so reshta lulle për mbjen pe pjesës poshtë dhe të flamuri, që më qitë flamurin në qender,
sa më në qendër që është e mundur. Jo, okej. Të përthon se ja fillon me punu prej mesit, po ja fillon prej qoshës, prej anash. Unë po, do më që është të vjen, e bëj fillimisht skicin në vendin ku këmë punu, edhe nisi pjesën kornizën, e bëjmë fillim. Okej. Mirë shumë. Qëtash për e shoh, që e paska edhe një libres, që na e kisjel, Unioni i Artistëve pa kufi, që e paske marrë, ke bo antar i këti Unioni, antar i përjetshëm këtë përshkruan, me 1 janar të vitit 2025, edhe nëse e këshirë një këto, në frangjesht përshkruan që mbajtësi i kësaj karte, antar dhe më thonë i Unionit të Artistëve pa kufi, është i autorizuar të vizitoj të gjitha galerit dhe muzet botërore pa pagesë. Të më thonë, si pas urdhërit të UNESCO-s në Paris, Francë, artisti, të më thonë, i lartë shënuar, është i autorizuar të ushtroj profesionin e tij në natyrë në të gjitha shtetet e botës. Kjo është njëna për arritje më të madhe që këmë posë, që ku mujtë me arritë si një artist i ri. Këto këmë morë me një janar këti viti, më është dhuru nga kryetari i Unionit Artistëve pa kufi Jetullah Haliti, i cili gjë këtu 3-4 vite të themi, është mbështet si njëni për mbështetëve më të majtë gjatë këtij rrugtimi. Prej ati e ko morë edhe çmimin e artistit pa kufi, ta së fundme do më unë e ko morë edhe librezën, jam i njohur si artisti më i ri në Evropë, prej për Unionit Artistëve pa kufi me selin që i kemi në Paris të Francës. Po një mbështetje tjetër e cila nuk t'jep çmime si çmimi për artistin e ri, po t'jep mbështetje çdo ditë edhe që ndërën ofër teje është edhe mami. Shumë e vërtetë, shumë herë këmë thonë edhe këmë e vazhdu me thonë, që noni është mbështetja ma e madhe gjë këto 9 vite të artistit, po edhe 16 vite jetë që i këmë. Noni është ka ideat për mu, noni ka bo gjithë shka për mu, noni më ka ndimu në gjitha aspekt mund shumë. Edhe si që te ka porzit, pjesa ma e vështire këty në punime është gjetja materialeve. Për këto falendroj shumë noni, se noni është aji që e bën gjetjen e materialeve. Rolin matematik të këty në projekte të themi, për gjetjen e materialeve e lunë noni. Shpesh e thëmë që pa e pas noni një shumica e projekte nuk ishin bo në atë kohë që do të mu bo. Se unë nuk është që kam shumë kohë, në 6 mëngjes që unë me shku në shkollë, dhe një jem në shkollë, pej 2 deri në 5 jem në kurs për IT, në 6 kur vinë shpe, jo me bo detyrat e shkollës, jo me morë me projekte, ka që më dhenë 1 ose 2 mëngjesit në to morë me projekte. Sa veti ki? 16. 16 vjetë. Tash edhe një dhe ti bëj 17. Okej. Mirë shumë. Sa është, Blendi po thotë që pjesën më të madhe, barën më të madhe të gjetjes së materialeve e kiti. Sa është e presion mandej për ty, të e di dëshirën e madhe të Blendit për me i përfundu projektet në kohë, edhe për me i përfundu projekte cilat nuk e obligon askush është dëshirë e ti, sa e ndin të atë presionin për me i gjetë edhe për me i gjetë materialet e duhura, të mira edhe me i asiguru në kohë? Fillimisht faleminderit për ftesën, se mendova që po harrona krejt këtë veç artisti. Po është një lloj presioni se artisti është strekt në punën e tina, edhe ato që do me realizu, kërkojnë konstant mi pru materialet e në banes. E mandej, po që, si që tha dhe artisti, mëse është problem i furnizu këtë nkuë me projektet e ndryshme edhe materiale, e këto mungojnë e veç jo mëna ajo që di me vrijët poshtë të përpjet derisa i siguruj materiale dhe kë kur vjen në shpi, po si gjatë krejta të bënana, ku je konë që si ke siguru, është një gjo që kjo është në mungis të materialeve që Blendi i përdor, kështu gjithmonë me porosia, gjithmonë të bu diçka din, për mi a dalin kryt, ka kërkesat jashtë zakonshme,
këtë gjithmonë do me pas materialet e shtëpia, e andej tana, përshë të thëtë, nanë unë i du, ti bësh Si ka du. zotnia. Po. Unë i du, unë e thëmë, në realisht, unë jem punëtorja Blendi, nuk e di që s'kom pagun. Edhe një vjet e pak i thush, i bën 18 vjet. A, kështu po mendoj që uroj që të rritët. Realisht, kjo është të rritë. Unë e shpesh i thëmë Blendit, unë të kumë rritë ty e tim ke rritë mu, na i na rritë të dytë bashkë, dërë për dore, të e po kërkesat e Blendit, vazhdim si gjithmoni kumë dajtë pranë, edhe nuk është Blendi që kitë rukëtimin 10 vjetë që është në kitë fushën e artit, nuk është që e ka pas gjithmonë bardhë dhe gjithmonë me tepine, që ka pas ato baticat e zbaticat, ngritjet e ullet, kanë ditë njerëzit mësë me pranu mirë artin e ti. Unë jëmë kona që e kom bështet moralisht, fillimisht, më ndë të thëmë Blendi, hajde se kaluna dhe kitë sfide, kalojme dhe kitë sfide. Kemi pas sfida njëtë, zbashku i kemi përbalu bashkë me Blendin. Unë jam shumë falenderu se Blendi që më kanë dëgju, fillimisht. Blendi është rritë si artist, është rritë si fëmi, po Blendi gjithmonë ka mbet me kamën tokë, gjithmonë ka mbet Blendi i rrafsh, gjithmonë ka mbet Blendi i nanës vetë. E kështu që gjithmonë falenderit Blendi që është kaq i mirë. Edhe pak, disa të gjeni nuse. Qato pe kom problem, qato pe kom problem, ka njës me mëzun paniku. Qato është frika. Po shpresoj të e njoftë natyren e Blendit, po mendoj që gjithë mund kena me metë kështu që shjena, me që dashme. Anja e më varë të pejteje. Ta shpo foli se unë vetë si prindë, më thonë me fmi moshtë në gjajshme, që që më varë të pej prindit, jo veç pej djallit. Unë Blendit ka me bu shumë shoqe, ta në nuk kanë qore pa më dashtë. Pajtash. E që ajo është forma me e mirë. Këtu e kemi edhe librezën që e ka marë Blendi prej unionit si artisti ma i ri. Qështë ka bo me undikjo, sepse e tha që ka pas shumë momentet fështira, momentet mira gjatë rukëtimit, edhe kjo është si një shpërblim i krejt ati mundi. Nuk është besam vështërsit e tona gjatë rukëtimit të artistëve, nuk është as pak e letë. Se në atë dy artista me një shpjegi, ke kena atë konfliktin, njone po bëjë të së po bënë. Mirë po Blendi më ka triumfu me qmimet radhes edhe librizën, më ka bët lumëtur. Do më thonë, gjdo non, qka do që bënd thmija e vetë, e bët lumëtur, qëllë mos flasë më që të vinë edhe të arriturat e artistit në shpe, ka bët shumë të lumëtur. Nuk është që kumë ditë që kena me marë një libriz, ka qenë flaka e narit një ekspozit, ne jemi konë atje në ekspozit, ku edhe kryetari profesor Jetullah Haliti e ndajti qmimi për Blendin që më ka boja zakonisht tepër të lumëtur, emocionohu se gjithmonë në aty dhe pak e ndishme, ashtu. Mi po Blendi është aji gjithmonë që më bon ofër, edhe kë, nana s'kena munal me kash, na kena me shku dhe halon ma lartë, edhe kështu që falimderit. Andi që thoi një fjallë, më se lavdo fëmi në rësy se e prisha, din. Të unë është e kundur ta, unë e gjithë munja dhe haku, i thëmë Blendi, falimderit zoti që të kam. Ti pas ke prish për i fillimit. Po më ndoj që nashti është mirë, mi a thonë e fëmis, traqen ftyrë që ti e i mirë, ose edhe ti ki gabem që to, se në qofë se prindi nuk e motivon me fjallë të mira në mëngjes fëmijën, unë nuk e di kush ka me motivu. Unë nuk presë ma motivu as profesori, as doja, as kërkosh tjetër. Jo muna e që në mëngjes e kam ato, mi adho Blendit mbëlsiren me veti, ndore, ma ndej me shoqru gjithë ditën. Ndërsa ndromi e kena kështu milion telefona tonash, edhe fillojna mi do, hajde i kregojna 5 gjonat bukura gjatë ditës që na ka ndodhë. E kena kështu që gjithë natë e përdormi këto, si terapi e kena. Edhe ka funksionu mirë, kështu që Blendi është, falimderit zotit që është. I mirë sa dush, jo pëse është një, po i mirë është. Sa i përket projekteve tashme, a kina i plan qëfar piktura do me boa, do me mbajt që teknikë që e ki, apo dëgjumë diçka përmendëm dhe para se me janis intervjisës, kështu diçka me rëmojca do punime që i ki bo? Për kullën e Eiffelit. Kullën e Eiffelit. Këtu do mund këto gjitha punimet që i kom bo, këto jenë me mjetë ricikluse, me styropallë, rëmojsa, lopata, paketa, këto do mund me këtë mjetë ricikluse, edhe nëne, jo që vesh mendoj, po edhe e di, që asë njëherë nuk do të ndolem me projekte. Për momentin, mendoj që do të vazhdoj me të njëtën ritëm, me të njëtat materiale, me të njëtat stil të projekte, nuk këm në ide tjetër
diçka më ndryshe se këto projekte tjera. Mendoj që do të vazhdoj për momentin me këto projekte që Kulla kam. Eiffelit, çdo që e ki, do të thënë sa kohë të ka marrë me përfundu dhe për çkafit është të punu me? Kjo ka qenë ndër kullat e Eiffelit parat. Kjo më ka dashtë dikun praversisht 3 muaj kohë. A do të thënë disa i pas ke punu? Po. Këto ka të shumta që kom punu. A ti kërkon dikush apo vetë ke zgjedhur me punu, tani i shet diku ose ja fal dikuj ose çka ndodh me këto punime? Me shumicën e këtyre punimeve kam të shitura, të ekspozuara në për ekspozita të ndryshme, edhe ka dhe që i kom po edhe dhurat, ka dhe që i kanë kërku, më kanë shkru privati, kanë kërku, ka thonë, apo një kullta e Eiffelit, ose një flamor, ose një xhami, ose një diçka, edhe unë e kom bo. Ka format ndryshme që unë i bëj këto punime, në për ekspozita, në për ishes një private, dhe më kërë më shkru në dikush, ose ka që edhe i jopi si dhurat. Për mu nuk është... Edhe për bamirësi. Edhe për bamirësi. Për mu nuk është dhe më problem në qëfëse e jopi si dhurat punimin. Për mu nuk është fare problem, se e di që kërë e ka dashuri për projekt, normal që kërë e ka një projekt ofër vetës, kërë ka dashni për atë projekt, i pelqen. Kjo kulla Eiffelit tha që ke bo disa, çka e bën me dallu prej kësaj të fundit? Gjatësia e saj, apo mënyra që ke punu? Gjatësia është... Sepse në fotografin që e pa para prakisht, kulla Eiffelit ishte edhe me gjatë se ti vetë. është e vërtet. Gjatësia është parafersisht e njëtë në gjitha këto kullat e Eiffelit, se në gjitha punu me një motit themi, po ka do mund që dolin 2-3 cm ma të ndryshme se tjetra. Gjatësia ka pak dalim. Këto që ka qenë të kje fundit, ka qenë koha. Edhe që i ke një kritë. Edhe që i kom një gjitharmojsa që i kom vendos projekt, edhe koha. Si që të kanë këto që po shjetasht, është e dyta? E treta. E treta. Sa armojsa dhe? Të kjo fundi kanë qenë mbi 1260 armojsa. Që janë përdor. Që janë përdor. Ko më shumë që nuk janë përdor, po këtu që shihen jenë mbi 1260. Kjo ka qenë ma e letë për me i siguru materialit, apo? Rëmojsat, po. Rëmojsat nuk u konë shumë të lashë, se e kemi, qa u konë... A jonë të përdorta, atë po përdorta? Jënë të kuzhinës. Jënë rëmojsat kuzhinës. Përdorta duhet me pas në gjyrë ma shumë. Jënë rëmojsat kuzhinës, këto jënë 3 lojet, jënë të gjata, rëmbullake, 4 orat të dëmatulla, që zakonisht që ku ishtin, këtë që ishtin, e tane madje mi pri, ato mi mate, mi pri, edhe mu botana krishpja me rëmojsa, që valditja me morë mi pshi, kish me morë një nusen, mu që mja bu nusja vetë. Kryesorja Senën ushime në dëmë spjumet kanë. Me projektet e ti e ka një qëllim. Zakonisht, kur do me bu dishka kjo a vendos vetet një qëllim, mëse ka bo kampanje të ndryshme, aja që unë e vlen me citu për flamurin Amerikan që më ka lonë shumë për shtypje, ideja ti nëse si ka fillu, realisht tha nana du me bu flamurin Amerikan, okej, ja siguru materialet dhe tutje, aja që u konë me dedikim për vitin 2000, tragedi në New Yorkot, i ka shti 2000 topa, edhe i ka gjithë 2000 persona që i kaloj inicialet në topa. E mu shqesën edhe në përshesh të anë, dheri sa i ka morë. Ndonë se kur ardhë në banes, më thanan, ka 2 herë ta akum lalt njëti një, ma ka bo, e kum bo një herë se bëj mo, edhe kështu që njëtin flamur e ka dërzu në ambasadën Amerikës me 11 shtator që e kanë prit jashtë zakonisht shumë. Flamuri i Amerikës që blende ka dërzu të ambasadë amerikane,
është i punu me 2001 topa, Po. në cilat, në se cilën prej tyre janë vendosur inicialet e njerëzve që Blendi i ka ndalë edhe i ka marrë vetë rrugëve, edhe i ka bo gati krejt, i ka bo me ngjyra edhe në cilën date ka dërzu? Me 11 shtator. Me 11 shtator. është dërzu në ambasadën, ku është mirë prit, pikrisht kjo është që është flamuri. Kjo flamuri. Po, se i ka bo 2. Okej. E njonin flamurin e dytë e Amerikës e ka bo për ish presidentin Bill Clinton, gjithmonë të i qenë falenderus për shtetin tonë që ka buaj, edhe ato e ka bo mi, po kjo është ma i veçanë se kjo e ka me ato 2000, edhe ambasada Amerikës edhe ambasadori Amerikës e ka mi prit jashtëzakonisht shumë mirë, edhe kur kemi shku në ambasadë Amerikës është në ditë për e privilegjume, edhe jashtëzakonisht ka qenë shumë falenderuse si një artisti Kosovës, din me na falenderu dhe mba në man diçka që as nuk ka qenë i lindur Blendi asaj kohe, edhe ka bu diçka për shtetin tonë. Edhe kështu që është ekspozu për mrena ambasadës të Amerikës, edhe mbat ato dhe do të arrujnë tha për shumë gjatë neve këto. Kështu që Blendi ka bu shumë projekte, po gjithmonë të metë për mrena kornizës artistike. Mirë. Blend edhe Aldete faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Për pjesëmarrjen edhe që i ndatë këtë këto histori me neve, të më thonë, për krejt këto pikturat veçanta, punimet veçanta me teknikat ndryshme dhe me material si sigurë. Në anami siguru gjithmonë. Punëtorja